sa po kemi zgjedhur kryetarin tonë të ri, gjithashtu do tjetë edhe kandidati ynë për kryeministër Zotri Hamza. Besoj se është një lajm i mirë për të gjithë, sepse e kanë pa edhe performancën e tij në të kaluarën. Është një individ me një bagazh të jashtëzakonshëm profesional dhe të një lideri të dëshmuar tashmë, përgjatë viteve në administratat e kaluara, po gjithashtu edhe në formën se si ka garu në zgjedhjet e kaluara nacionale, performancën e tij, ekipin dhe gjithë vizionin që e ka pas për një Kosovë të unifikuar dhe për një Kosovë të zhvilluar. Natyrisht ky është një rezultat i një pune të kahmotshme të PDK-s. Para disa viteve, ish kryetari ynë Zotri Memli Krasniqi e ka marrë PDK në një gjendje të gjithë e dim, në gjendje shumë të vështirë, me shumë më pak vota dhe gjatë 5 viteve të fundit, me një ekip, me kompetencë, me aktivizimin dhe mobilizimin dhe krijimin e reformave të brendshme dhe të gjitha strukturat e PDK-s dhe me hapjen e PDK-s për të rije të reja që kanë shpreh dëshirën me kontribu në jetën publike në vend, ne kemi arrit me kriju një perspektivë të re për ata që dëshirojnë të kontribuojnë, po dhe një vizion të ri për vendin, i cili edhe ka rezultu në suksese të një pas njëshme edhe në rritjen e PDK-s në një trajektore stabile të rritjes, siç kanë treguar edhe zgjedhjet në nivelet lokal në të kaluarën dhe zgjedhjet nacionale, domethënë PDK-ja tani sillet ashtu përafërsisht rreth 200.000 votave dhe është një parti e cila definitivisht e ka dëshmuar veten si parti lidere me një vizion të qartë dhe natyrisht prej zgjedhjeve të kaluara kemi pa që kemi një program jashtëzakonisht mirë të përgatitur, i cili nuk është vetëm manifesto politike, po është një program që rezulton nga sfidat që ka Kosova dhe qytetarët e Republikës së Kosovës dhe është i dizajnuar me kompetencë nga një ekip ekspertësh dhe nga kontributet e gjitha atyre resurseve që kemi brenda PDK-s për t'i adresuar këto sfida në nivel të vendit dhe natyrisht që nga ato strategjike dhe pozicionit të Kosovës karshi arenës ndërkombëtare deri te këto më bazike dhe më të nevojshme për qytetarët tonë e që kanë të bëjnë me mirëqenjen dhe me jetën dhe me kualitetin e jetës